Valet e ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Ju nuk do t'jeni kurrë të lirë nëse nuk shliroheni nga kujtimet e dhimbjeve të së kaluarës. Sot duhet t'ju tregoj se si mund të shliroheni prej tyre. Të dashur miq, përshëndetje. Takohemi sot në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Po të shikoni duart e një punëtori ndërtimi, do të vini re shumë kallo. Me kalimin e kohës, stresat e lëkurës forcohen për të mbrojtur indet më të ndjeshme nga prerjet dhe gryret. Kjo, ndoshta mund të jetë diçka e mirë për duart, por kallot emocionale nuk janë të shëndetshme. Në mënyrë që të mbrojmë veten tonë nga dhimbja e refuzimit, frika dhe hidhrimi, ne i mbulojmë emocionet tona me refuzim. Shpesh ne i fshehim dhimbjet edhe i mbulojmë lëndimet tona. Momentet vijuese na inkurajojnë të largojmë kallot nga emocionet tona dhe të ndjejmë prekjen e dashur dhe të butë të Zotit. Veçanërisht ne duhet të jemi në gjendje të përballemi me atë që quhet aspekti më i vështirë i faljes. Këtu me ju në programin e ditës së sotme është Dr. Stanley me studimin e sotëm të falim lëndimet që nuk i meritojmë. Dikush ndoshta ju ka lënduar dje, një vit më parë apo para shumë kohësh. Ishte shumë i padrejtë, kështu që e keni shumë të vështirë ta harroni. Dhimbja ka mbetur ende në zemrën tuaj dhe është ngulitur thellë në mendjen tuaj. Dhimbja është ende ngulitur aty si një beton i ngurtë. Duket sikur është ngjitur me zemrën. Në një mënyrë apo në një tjetër, nuk ke për të shliruar për saj. Sa herë që mendon se gjithçka ka mbaruar, është larguar dhe tashmë e ka harruar, ajo fillon të shfaqet sërish. Dhe ja ku është. Ti nuk e kupton se çfarë të bën ta kujtosh, por sa herë që mendon për të, një dhimbje kalon përmes emocioneve të tua. Të kujtohet se sa thellë u lëndove, se sa me të padrejtë u sollë me ty e kështu me radhë. Ti nuk e meritoje të trajtohesh në atë mënyrë, por ja që ndodhi. Ndërkohë që do të pëlqente të mendoje se ke harruar atë lëndim, në një farë mënyre duket sikur nuk mund të harrosh dot. Dhimbja ka ngecur aty. Ajo është ngulitur në mendjen tënde dhe tashmë është bërë pjesë e emocioneve të tua. Jo vetëm kaq, por ti e ke lejuar atë të acarohet vit pas viti, saqë ajo është rritur dhe është bërë pjesë e jetës tënde. Për shkak se nuk e sheh, mendon, ajo nuk është më këtu, është larguar, por në fakt është. Çdo ditë ajo i hedh pak helm jetës tënde. Ai lëndim helmon të gjithë sistemin tënd fizik, shpirtëror, mendor dhe emocional. Lëndimi vazhdon të jetë aty. Ka shumë njerëz që besojnë me gjithë zemrën e tyre se i kanë harruar plagët e tyre të vjetra dhe se ato kanë kaluar bashkë me vitet. Besojnë se koha i ka shëruar ato të gjitha. Por koha në fakt nuk i shëron lëndimet e pafalura. Kujtimet e thella, të dhimbshme, nuk shërohen thjesht vetëm me kohën. Ato shtrihen diku brenda teje, rriten dhe vreri i tyre del pak nga pak. Ka njerëz të tjerë që janë me të vërtet besimtar, të rilindur nga hiri i Zotit, por ka një shpirt që nuk fal lehtë. Kjo ndodh për shkak të lëndimeve të shkuara, plagëve të vjetra, kujtimeve të pashëruara që ndodhen ende aty. Në një farë mënyrë ata ose nuk kanë mësuar të merren me to, ose ato plagë janë kaq të dhimbshme për ta, saqë ata vetëm sa e shmangin këtë çështje. Në fillim të këtij mesazhi, dua t'ju paralajmëroj për diçka. Nuk do të jetë lehtë të merresh me probleme të tilla. Ekzistojnë dy mënyra për të reaguar ndaj lëndimeve. Njëra është që të largohesh prej tyre, dhe mënyra tjetër është të jesh burr apo grua e fortë në mënyrë që të merresh me to. Trajtimi i lëndimeve të vjetra apo i kujtimeve të së shkuarës është shumë i dhimbshëm. Nuk ekziston asnjë fasho apo ndonjë krem që ta lyesh atë plagë që të mund ta bëjë më mirë. Ajo duhet prerë, nxjerr nga zemra, dhe askush nuk mund ta bëjë dot këtë përveç se vetes tënde. Kjo është diçka që ti duhet ta bësh vetë. Unë duhet ta bëj vetë. Miku im, ti nuk e për të qenë i lirë nëse
Nuk shërohesh nga kujtimet e vjetra të një lëndimi në të kaluarën. Në programin e ditës së sotme, dua t'ju tregoj se si mund të shëroheni. Për disa prej jush, kjo mund të jetë hera e parë në jetën tuaj që po çliroheni. Prandaj do t'ju ftoja të dëgjonit me vëmendje. Do të ishte mirë nëse merrni një laps dhe një copë letër. Nëse doni të çliroheni nga këto lëndime, do të ishte mirë të mbani shënim disa gjëra në mënyrë që të mos t'i harroni. Nuk keni për t'i mbajtur mend të gjitha nëse nuk i shkruani këto pika. Titulli i mesazhit të sotëm është: Të falim lëndimet e padrejta. Le të shkojmë së bashku tek letra drejtuar Efesianëve kapitulli 4 për të lexuar dy vargje që kanë të bëjnë me çështjen e lëndimeve, shpirtin që nuk fal dhe falje. Tek letra drejtuar Efesianëve kapitulli 4 vargjet 31 deri në 32 Pali thot: Le të flaket larg jush çdo hidhërim, çdo mëri që digjet në brendësi. Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi. Ligësi do të thotë të kemi një dëshirë të qëllimt për të fyer dikë. Ligësi do të thotë të dëshirosh dhe të synosh të bësh të keqen. Flakeni larg jush atë. Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Të gjithë ne jemi lënduar të paktën një herë në jetë dhe mund të lëndohemi edhe në të ardhmen. Miku im, ti nuk mund të jetosh dhe ta duash këtë botë pa u lënduar. Një nga rreziqet që marrim përsipër kur duam dikë është rreziku që mund të lëndohemi. Nëse nuk e do dikë, nuk e çan shumë kokën. Lëndimi nuk është edhe aq i madh, por kur e do dikë me gjithë zemrën tënde, kur një person është shumë i rëndësishëm për ty, atëherë është më e lehtë që të lëndohesh. Të gjithë ne, në një kohë të caktuar, do të lëndohemi në jetë. Është e pashmangshme. Çështja nuk është se si ta shmangim lëndimin, por se si të çlirohemi prej tij. Në këtë pasazh gjejmë disa gjëra jashtëzakonisht të dobishme. Së pari, lëndimet e padrejta shpesh çojnë në lindjen e një shpirti mosfalës. Dëgjoni se çfarë u tha Pali tek letra drejtuar Efesianëve në vargun 31. Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi. A nuk janë të gjitha këto shprehje të lëndimit? Kur dikush lëndohet, hidhërohet shumë, zemërohet, inatoset, trazohet dhe kërkon që me çdo shpifje apo ligësi t'i bëj keq personit tjetër. A nuk janë të gjitha këto tregues të një shpirti mosfalës që ka një person? Në vargun 32 thuhet e kundërta e vargut 31. Por jini të mirë dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin, duke e falur njëri tjetrin sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Nëse hidhi një vështrim listës, a mund të dalloni ndonjë hidhërim në zemrën tuaj? Zemërim kundër dikujt, inat, mëri, ligësi? A dëshironi të shkoni tek dikush për t'u hakmarrë dhe për ta lënduar pikërisht ashtu si ju ka lënduar ai? Nëse përgjigjja është po, atëherë keni një shpirt mosfalës. Dëshiroj t'ju jap 3 gjëra të vogla. Dua që t'i shkruani dhe të testoni veten tuaj për të zbuluar nëse lëndimi është zhvilluar aq shumë në zemrën tuaj sa që është kthyer në urrëtie ndaj dikujt tjetër. Së pari, nëse urren dikë, nuk mund ta heqësh dot nga kujtesa se sa shumë të ka lënduar ai person. Së dyti, nëse urren dikë, nuk mund t'i urosh atij gjithë të mirat. Nuk mundesh ta bësh këtë. Ekziston diçka brenda teje që të ndalon t'i bësh mirë atij personi. Dhe së treti, nëse urren me të vërtetë atë person, atëherë lëndimi yt është kthyer në urrëtie. Në një mënyrë apo në një tjetër dëshiron që ta lëndosh në të njëjtën mënyrë që ai person të ka lënduar. Dëshiron që ai të ndjejë të njëjtën dhimbje që ke ndjer edhe ti. Dëshiron që ai person të vuajë mundësisht në të njëjtën shkallë që ke vuajtur edhe ti. Ti nuk mund ta lejosh veten tënde të lëndohet dhe të thuash do kaloj. Ti duhet merresh me atë lëndim me njëherë, sepse në të kundërt ai do të shndërrohet në urrëtie. Dhe urrëtia thot, nuk mund të harroj mënyrën se si më lëndoi ai person. Nuk mund t'i bëj mirë atij personi. E vërteta është se unë dua ta lëndoj atë. Dua ta bëj të vuaj. Dua që ai person të ndjejë atë që kam ndier edhe unë. Të gjithë ne e dim që ky lloj qëndrimi
nuk mund të jetë gjë tjetër veç se shkatërrues. Ky qëndrim nuk u shkon për shtat bijve të Perëndisë. Ky lloj qëndrimi nuk është në linjë me atë që ne jemi, dhe aq më tepër me atë që ne besojmë. Të gjithë ne e dim që ai lloj qëndrimi mund të helmojë të gjithë sistemin ton. Ai mund të hedhë helm në çdo fushë të jetës sonë. Lëndimi kthehet në urrëtie. Ekzistojnë dy lloje ose dy shkallë urrëtieje. Njëra është pasive dhe tjetra është agresive. Urrëtia pasive thotë, nuk më pëlqen ai, nuk dua të jem afër tij apo afër saj. Dua ta shmang patjetër. Ai person është i neveritshëm për mua. Dikush mund të thotë, kjo nuk tingëllon edhe aq pasive. Por në të vërtetë është pasive sepse urrëtia agresive kërkon mënyra për t'u kundërpërgjigjur. Urrëtia agresive kërkon mënyra për t'u hakmarrë dhe për t'ia kthyer me të njëjtën monedhë personit tjetër. Urrëtia agresive kërkon rrugë për të lënduar tjetrin në atë shkallë që është lënduar ai person. Një person që ka një urrëtie agresive përpiqet me gjithçka që ka për ta sjellë atë lëndim në realitet në jetën e personit tjetër. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. A keni urryer ndonjëherë dikë? Në fillim mund të thoni, urrëtie? Shneu unë urrëtie? Jo. A keni dashur ta lëndoni dikë një lloj si ju ka lënduar? E keni të pamundur të uroni më të mirën atij personi? Në fakt, në asnjë lloj mënyre nuk mund të harroni mënyrën se si ju ka lënduar ai person. Le të shqyrtojmë për një moment çështjen e shpirtit mosfalës dhe të kuptojmë se çfarë shkakton atë. Çfarë ju shtyn të keni një shpirt mosfalës? Dikush mund të thotë, po të them se çfarë më shtyn të kem një shpirt mosfalës. Nëse ai person nuk do të më kishte lënduar në atë mënyrë, atëherë nuk do të kisha një shpirt mosfalës. Duhet më dëgjoni me vëmendje. Askush nuk e ka fuqinë të shtyjë të kesh një shpirt mosfalës. Dhimbja që unë dhe ti ndjejmë mund të jetë fara që rritet në lëndimet, urrëtien e një shpirti mosfalës, por zgjedhja për të pasur një shpirt mosfalës na përket vetëm ne. Kjo do thotë se unë zgjedh t'i përgjigjem me mosfalje një personi që më lëndon. Ai person nuk mund të më bëjë të ndjem ashtu si ndjem. Askush nuk mund të më bëjë të ndjem mosfalës. Askush nuk mund të më bëjë të ndjej urrëtie. Unë dhe ti jemi personat që reagojmë ndaj lëndimeve tona dhe nëse nuk reagojmë në mënyrën e duhur, atëherë do të kemi një shpirt mosfalës. Pra, shpirti mosfalës është një qëndrim që unë e zgjedh vetë si rezultati i përgjigjes në mënyrën e gabuar ndaj dikujt që më ka lënduar, më ka trajtuar në mënyrë të padrejtë apo ka dërguar diçka në jetën time për të cilën mendoj që nuk e meritoj. Ne duam të fajsojmë dikë tjetër dhe themi, Zot, nëse ai person nuk do të më kishte bërë këtë, nuk do të isha ndier kështu. Zot, unë e di që ti e kupton pse ndiem kështu. Sigurisht që Zoti e kupton, por ai nuk është dakord me këtë. Jezus Krishti nuk është kurrë dakord me ty nëse ti ke një shpirt mosfalës. A e di pse? Sepse ditën që ti e pranove Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin tënd personal, ti i the atij, unë besoj se ti more mbi shpatullat e tua në kryq gjithë mëkatin tim, të së shkuarës, të tashmes dhe së ardhmes. Ti më ke çliruar nga dënimi i mëkatit. Ditën që pranove Jezus Krishtin si shpëtimtarin tënd, miku im, ti humbe të gjitha të drejtat për të urryer dikë apo për të pasur një shpirt mosfalës ndaj dikujt tjetër. Si mund të jemi unë dhe ti mosfalës ndaj dikujt tjetër kur Jezus Krishti na fali plotësisht? Ne nuk mund të jemi mosfalës. Të gjitha shfaqësimet tona për shpirtin tonë mosfalës, të gjitha mbrojtjet tona, të gjitha shpjegimet tona të vazhdueshme ndaj Zotit, duke kujtuar atë se sa e dhimbshme ka qenë për ne dhe sa jemi lënduar, nuk i bëjnë as pak përshtypje Zotit. Sa herë që i thoni atit se sa thellë jeni lënduar, ai do t'ju përgjigjet, shiko te kryqi. Kur ju të shihni birin e tij të gjakosur, me gozhdët në duar, heshtën në hije, ballin me kurora me gjëmba, gjakun që pikonte nga sytë e tij, poshtë faqeve, në trupin e tij të varur në atë kryq të vjetër omak, do ta keni të pamundur të jeni mosfalës. Kryqi na zhvesh të gjithëve nga të drejtat tona për të patur një shpirt mosfalës. Ne nuk kemi asnjë të drejtë për ta bërë këtë. Nëse Ati Perëndi është i gatshëm të na falë, si ka mundësi që ne ja refuzojmë faljen dikujt tjetër? Kur unë dhe ti kemi një shpirt mosfalës ndaj dikujt tjetër, po bëjmë gjë tjetër veç se po e shkatrojmë veten tonë. Sa herë që kemi një shpirt mosfalës, një zjarr tepër i ngadalt fillon të ndizet brenda nesh.
Ndonjëherë ai zjarr vazhdon të djeg për vite të tëra. Një shpirt mosfalës do të ndikojë në çdo fushë të jetës sonë. Ai nuk është diçka kalimtare, pa efekte anësore. Përkundrazi, një shpirt mosfalës ndikon shumë në jetën tonë. Cilat mendoni se janë arsyet pse kemi një shpirt mosfalës? Mosvall për shkak të shkallës së lëndimit? Jo tamam. Ekzistojnë 3 arsye kryesore pse kemi një shpirt mosfalës ndaj të tjerëve. Numër 1 është krenaria jon. Themi, vetëm ta dije se çfarë më ka bërë ai person. Çfarë duhet të bëjmë në këtë rast? Ne duhet të shikojmë në kryqin, tek ajo çfarë bëri Jezusi. Pra së pari është krenaria. Së dyti, egoizmi. Duam që gjithçka të bëhet ashtu si themi ne. Mendojmë se të tjerët kanë vepruar gabime ne dhe duhet ta korrigjojnë atë që kanë bërë. Gjithçka vërtetet rreth meje, egostime, shpirti të përqendruar tek vetvetja që pret ndryshimin e dikujt tjetër dhe pret që diçka të ndodhë në jetën e tij. Por çfarë ndodh në fakt? Zjarri vazhdon të digjet. Arsyeja e tretë është padituria. Disa njerëz nuk e kuptojnë se çfarë ndodh kur lëndimi kthehet në urrëtie dhe brenda tyre zhvillohet një shpirt mosfalës. Në këtë mënyrë ata nuk dinë se si të merren me të. Nuk dinë se si të reagojnë në mënyrën e duhur ndaj lëndimeve dhe kujtimeve të vjetra. Cilat janë pasojat e një shpirti mosfalës? Disa njerëz mendojnë se nuk ka pasoja. Ata thonë, e di si është puna, unë kam një shpirt mosfalës, por nuk mendoj se kam bërë ndonjë gabim. Mosfalja ime është e përligjur sepse ky person më ka lënduar pa të drejtë. Miku im, nëse mendon të njëjtën gjë sot, padyshim ke një shpirt mosfalës. Te brenda teje ka hidhërim, mëri, antipati, zëmërim dhe armiqësi ndaj dikujt në të kaluarën tënde. Hidhërimi yt ndoshta ka lindur dje, para një jave, para një muaji apo ndoshta edhe para një viti. Ti mund të thuash, nuk është më aty sepse koha e ka shëruar. Koha nuk mund ta shërojë. Cila është një nga pasojat e një shpirti mosfalës? Pasoja e parë është skllavëria emocionale. Një person që nuk mund të falë dot, do ta gjejë veten e tij të mbërthyer nga zemërimi, të burgosur nga armiqësia e vet, të bllokuar për shkak të emocioneve që janë të mbyllura brenda. Ata nuk mund të shprehen, sepse janë shumë të zemëruar dhe mbajnë inat. Kujtimet e të kaluarës i lëndojnë dhe u rishfaqin vazhdimisht në mendje. Ndonjëherë ai person përjeton diçka dhe thot me vete, pse e bëra këtë? Pse u ndjeva kështu kur kjo gjë ndodhi në jetën time? Pse reagoj ndaj njerëzve në këtë mënyrë? Ata nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh. E vërteta është se lëndimet emocionale të së kaluarës janë ende aty. Ato i kanë kapur dhe lidhur ata persona. Një shpirt mosfalës do të veçojë. Ai do të reduktojë aftësinë tënde për të lidhur me persona të tjerë, aftësinë tënde për të dashur dikë tjetër dhe aftësinë tënde për të dashur dhe për të marrë dashuri nga dikush tjetër. Miku im, ja pse nuk mund t'ja lejosh vetes që një lëndim të kthehet në një shpirt mosfalës. Ti nuk mund të dëmtosh jetën tënde dhe të personave rreth teje. Pra, pasoja e parë ishte skllavëria emocionale. Së dyti, dëmton marrëdhënien tonë me të tjerët. Një shpirt mosfalës derdhet mbi gjithë secilin. Ai derdhet në marrëdhënien tënde familjare, njerëzit me të cilën punon dhe miqtë e tu. Madje ka kohë në jetë ku njerëzve u duhet të largohen prej teje për shkak të qëndrimit tënd. Së treti, dëmton marrëdhënien tënde me Zotin. Mendoni pak sikur të shkoni tek Zoti Jezus dhe t'i thoni: Zot, të falenderoj për faljen tënde ndaj meje dhe të kërkoj të më falësh për gabimet dhe mëkatet e mia sot. A e dini se çfarë ndodh kur një person me shpirt mosfalës vjen tek Zoti? Po ju them, lëndimi i vjetër, shpirti mosfalës dhe personi që ka vepruar keq me ju shfaqen. Nuk ka mundësi që të kesh një shpirt mosfalës dhe të jesh në gjendje të ulesh para Zotit dhe të lutesh. Fryma e Zotit do ta nxjerrë atë person përpara syve, sepse kujtimi është i ngulitur në mendje. Ai është një lëndim i dhimbshëm. Ti e ndjen. Ndoshta mund të përpiqesh ta shtypësh, ti mund të përpiqesh ta mohosh, por ai është ende atje dhe nuk ekziston asnjë mënyrë që të kesh një marrëdhënie të drejtë me Zotin për aq kohë sa ke një shpirt mosfalës apo urren dikë tjetër. Ti mund të mendosh çfarë të duash. Mund të lexosh Biblën çdo ditë, të lutesh për çfarë të duash, të dëgjosh me mira predikime dhe përsëri nuk ka për të sjellë diçka të mirë. Për aq kohë sa nuk fillon të merresh me lëndimin. Kur jemi të lënduar, emocionet tona dëmtohen
dhe po kështu edhe marrëdhënia jon me Zotin. Kjo më çon në pikën tjetër. Shpirti i mosfalës jo vetëm që dëmton marrëdhënien time me Zotin, emocionet e mia, marrëdhënien time me të tjerët, por më dëmton edhe fizikisht. Miku im, kjo gjë do të godas në pjesën e sipërme të kokës, në shpatullat e tua, në gjoksin tënd, apo në ndonjë pjesë tjetër të trupit. Hidhërimi, mëria, armiqësia dhe një shpirt mosfalës do të ndikojnë fizikisht tek trupi yt. Kjo do të vendos një mbingarkesë mbi sistemin tënd nervor. Ti dhe unë nuk jemi krijuar për të mbartur mëri, zemërim, armiqësi, hidhërim dhe faj. Herët avon ai do të dalë jashtë. Në një mënyrë apo në një tjetër, ti do të shpërthesh një ditë. Dhe një ditë ti do të pësosh një shpërthim vulkanik, jo vetëm në gojën tënde, por edhe në trupin tënd. Diku në trupin tënd fizik do të ndodhë një shpërthim i shpirtit mosfalës. Në një mënyrë apo në një tjetër, ai do të dalë jashtë. Ti mund të shkosh te doktori dhe ai të thotë që nuk ka asgjë që nuk shkon me ty, por ti prap thua, e di që diçka nuk shkon. Çfarë nuk shkon? E vërteta është se kjo gjë është vetëm në mendjen tënde. Ti mund të thuash, e po në fund të fundit është vetëm në mendjen time. Miku im, çdo gjë që është në mendje, herët ose vonë do të fillojë të zbresë në çdo pjesë të trupit tënd, sepse pikërisht nga mendja marrin mesazhet e tyre të gjitha organet e tjera të trupit. Nëse do të vija tek ti dhe do të thoja dukesh i smur, duke shumë keq, të garantoj se nëse do ta besoje këtë për 60 sekonda, ndjenjat e tua për veten do të ndryshonin, sepse mendja jote, pasi e ka marrë atë mesazh, e dërgon gjithandej duke thënë ti je i smur. Mendja ka më shumë ndikim në trupin ton se sa mund ta imagjinojmë. Kjo është gjë e mirë sepse Perëndia e krijoi trupin në këtë mënyrë. Por unë po ju them se një shpirt mosfalës do t'ju smur përfundimisht nga ana fizike. Kjo është mënyra e fundit e Zotit për të tërhequr vëmendjen tuaj nëse nuk doni të merreni me atë shpirt mosfalës. Por disa njerëz, edhe pasi janë të smur fizikisht, refuzojnë të merren me hidhërimin, mërinë, armiqsinë dhe shpirtin mosfalës, për shkak se është mjaft e dhimbshme për ta. A ju erdhi ndërmend ndonjë kujtim i hidhur, i një lëndimi të së shkuarës ndërkohë që dëgjuat Dr. Stanley? Ato kujtime mund të mos jenë më të hidhura vetëm nëse jemi të gatshëm të falim. Pavarësisht se kush e ka fajin, ne duhet të marrim gjithmonë hapin e parë edhe të ofrojmë falje. Shumë prej nesh janë të gatshëm të tregojnë dashuri të krishtere ndaj miqve dhe familjes, por ne gjithashtu jemi të shpejtë për të mbajtur mëri kundër atyre që na lëndojnë apo ofendojnë. Tek Luka 6:32-36, Jezusi thot: "Por po t'i doni ata që ju duan, ç'meri do të keni nga kjo? Sepse edhe mëkatarët i duan ata që i duan. Dhe nëse u bëni të mirë atyre që ju bëjnë të mirë, çfarë merite do të keni nga kjo? Të njëjtën gjë bëjnë edhe mëkatarët. Edhe nëse u jepni hua atyre që shpresoni se do t'ju a kthejnë, çfarë merite do të keni nga kjo? Edhe mëkatarët u japin hua mëkatarëve që t'u kthehet ai sa dhan. Por ju t'i doni armiqtë tuaj. Bëni të mirë dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë. Edhe shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bij të shumë të lartit, sepse ai është mirëdashës me mosmirnjohësit edhe të mbrapshtët. Jini të mëshirshëm pra, sikurse edhe ati juaj është i mëshirshëm." Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sot me minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Shprekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.